Publikohet audio e përplasjes në sallën e gjyqit në gjykatën e Elbasanit mes avokatit Ulian Bajrami dhe prokurorit Gjergji Ceka. Gjithçka ka ndodhur një ditë më parë ku në gjykatë po zhvillohej masa e sigurisë ndaj 14 arrestuarve që u kapën me armë në një lokal në Elbasan. Ulian Bajrami, avokati i njëjtë prej të arrestuarve, ka pretenduar se prokurori ka falsifikuar provat dhe ka paralajmëruar me padi. Në këtë audio dëgjohet qartë kur avokati i thot prokurorit do të merrem personalisht me ty dhe ndërhyn gjyqtarja e çështjes Megi Strakosha, e cila kërkon nga avokati të distancohet nga kjo gjuhë e përdorur në gjyq. Po ditën e djeshme është arrestuar avokati Bajrami. Mohon dhoma e avokatisë, Bajrami nuk e kanosi arrestimi arbitrar. Sot në Tiranë zhvillohet maratona 2025 ku 5100 garues nga 56 vende të botës kanë zbarkuar në kryeqytet. Për zhvillimin e garave, bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe disa rrugë rreth qendrës së qytetit janë të bllokuara deri në orën 16. Këtë vit është edicioni 9 dhe maratona vjen me 4 kategori. Maratonën e plot me 42 km, gjysmë maratona me 21 km dhe 10 km, si dhe garat popullore Fun Run dhe gjithashtu N2, e menduar për amator, familjar dhe persona me aftësi ndryshe. Në përfundim do të jepet 24 çmime, ndërsa çmimi fitues për 42 km është 5.000 euro. $1.8 milion qytetarë të Maqedonisë së Veriut votojnë sot në raundin e parë të zgjedhjeve vendore për kryetarët dhe anëtarët e këshillave në të 80 komuna dhe në kryeqytetin e saj Shkup. Të drejtë vote kanë mbi 1.8 milion qytetarë. Garë më e ngushtë pritet të jetë në 15 komuna ku do të garojnë partitë shqiptare. Një betejë e fortë pritet midis koalicionit qeveritar shqiptar Vlen dhe koalicionit opozitar Aleanca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga BDJ Ali Ahmeti. Prokuroria e posaçme ka dorëzuar pranë gjykatës 33 emra si pjesë e grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga Franc dhe Hajdar Çopja. SPA ka zbërthyer përgjimet në programin Sky duke shkatëruar grupin e kokainës, i cili akuzohet për 6 vrasje, 12 atentate të tjera të dështuara ndaj grupeve rivale, si dhe për korruptimin e gjyqtarëve dhe policëve. Paratë e drogës investoheshin në ndërtim. Në Memalia, një vajzë e paralizuar i mohet e drejta për të trajtuar me kemp të plot. Prindrit e Nduela Memës përmes Report Televizion kërkojnë që mjekët kryejnë vlerësime të sakta, pasi e kanë parë gjendjen e saj përmes videove vetëm në telefon, duke trajtuar me pension të pjesëshëm invaliditeti. Në sfidën e sotme ndaj flamurtarit tek Partizani, që vjen pas 4 humbjeve radhës e fundit në derbi me Tiranën, sot do debutoj trajneri Oltion Kërnaja. Ai thotë se ndihet krenar për detyrën dhe se Partizani sot futet në fushë vetëm për fitore. Edhe vlonjatët në këtë përballje vinë me ndryshime në postin e trajnerit, pasi vendin e Garcies e ka marrë Francesco Moriero, po sot në orën 17 Elbasani do të pres Vorë.